Në hyrjen e teatrit të operës dhe baletit ishin vendosur dy fotografi të mëdha me profilin e Servet Pëllumbit. Shkallët i ngjitën figurat më të larta të vendit për të nderuar për herë të fundit e për t'i dhënë lam të mirën politikanit Servet Pëllumbi, që ndryshe njihet si profesori i Partisë Socialiste. Servet Pëllumbi u shua në moshën 89 vjeçare, por figura e tij, modeli dhe shembulli që la në politik, do të kujtohen e do të respektohen jo vetëm nga e majta. Grupi parlamentar i familjes së tij politike, Partia Socialiste, shkuan të gjithë bashk për të kryer homazhe e nderime. Jo shumë fjalë, por një mesazh të asaj që do të mbetet gjithmonë nga Servet Pëllumbi e përcolli djali i tij, Arben Pëllumbi, ish deputet në 2 mandate. Sot duhet të them me krenari që jam djali i tij. Krenar për familjen që ai ndërtoi, për vlerat që na la dhe për dashurinë që na dhuroi pa kushte. Ai do të jetojë gjithmonë tek ne në mënyrën si jetojmë, si sillemi dhe si do ta duam njëri tjetrin. Largimi i tij ka lënë një boshllëk të madh, por gjithashtu ka lënë edhe një dritë të fortë, shembullin e jetës së tij. Dhe kjo dritë do të vazhdojë të na udhëheqë. Lam të mirë, profesor. Faleminderit për gjithçka na dhe. Profesori socialistëve u nda nga jeta pa arritur ditëlinjen e 35 të Partisë Socialiste, ku ai radh ndodhte të mungonte. Edi Rama e kujtoi në fjalën e tij që prej momenteve të para të njohjes në distancë e deri vonë. Për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe. Dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira, i cili befasisht shfaqej në ekranin e celularit tim në mënyrë të papritur, duke më quar fjalë inkurajuese. Profilin e Servet Pëllumbit si politikan më mirë se të gjithë e njehin Amigdokle, një mik dhe ish bashkëpunëtor. Që nga dita e parë e themelimit të Partisë Socialiste, në betejat e vështira opozitare, në udhët dhe rropirat e demokracisë së brisht, në mundimet e ndërtimit të një shoqërie normale me njerëzit dhe për njerëzit. Dhe gjithmonë ai ishte aty. Aty ku duhej më shumë mençuri, ku duhej më shumë besim, më shumë kurajo, më shumë largpamësi. Të vjetrit e Partisë Socialiste e kujtojnë Servet Pëllumbin, që ata gjithmonë e thërasin profesor se si me urtësi e qartësi reformoi të majtën moderne shqiptare. Mua edhe të tjerë si unë na priti, na mësoi, na edukoi, na rriti, dhe na bindi që jo vetëm qëndrojmë këtu, po edhe mos dorëzohemi asnjëherë për ato që janë bindje të drejta, ide të qarta, dhe natyrisht shërbim publik përkundrejt qytetarit. Ai mbetet një profesor i socialistëve, një profesor i vërtet, një burr me kontribute të jashtëzakonshme, sidomos në vitet e vështira kur Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste u burgos, ai arriti që ta menaxhonte të majtën dhe sidomos Partisë Socialiste me shumë sukses përballë represionit të jashtëzakonshëm. Në ceremoninë e homazheve për ish-kryetarin e kuvendit morën pjesë dhe politikanë të djathtë si Josefina Topalli e Agron Gjekmarkaj, për ta nderuar Servet Pëllumbin, një nga figurat politike të profilit më të lartë në Shqipëri pas rrëzimit të komunizmit. Pas mesdiktës dhe pas homazheve nga politikane shumë qytetar, Servet Pëllumbi u përcoll për në banesën e fundit në Varrezat e Sharës në një ceremoni private. Do të
të flasim tani për të tjera zhvillime, shtyrja e vendimit për krerët e UÇK ka ngjallur një valë reagimesh në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar vonesën si tregues se procesi është politik, ndërsa avokati i popullit atje i ka nisur një letër me problemet kryesore të procesit ndërkombëtarëve, përfshirë këtu Marco Rubio dhe Ursula von der Leyen. Në dhomat e specializuara të Kosovës janë dorëzuar sot edhe 200.000 nënshkrimet e peticionit në mbështetje të krerëve të luftës çlirimtare. Nuk ka vendim për ish-krerët e UÇK në 19 maj. Togat e zeza do të shfrytëzojnë edhe 60 ditë shtesë për të dalë me gjykimin e tyre. Arsyeja pas këtij vendimi ishte kompleksiteti i rastit sipas gjykatës speciale. Por 20 korriku mund mos jetë data më e largët e mundshme, me që u paralajmërua edhe një zgjatje tjetër në rast se bëhet absolutisht e nevojshme, konfirmoi zëdhënësja e këtij institucioni Angela Grip. Shpallja e gjykimit ishte parashikuar të bëjë më 19 maj në përputhje me afatet procedurale. Vendimi i ri vjen mes kritikave të shumta e protestave që përcollën gjykimin Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit për një anëshmëri e padrejtësi nga ana e dhomave të specializuara. Ky lajm ka nxitur reagimin edhe të ish-partisë Hashim Thaçit. Partia Demokratike e Kosovës tha se zvarritja e pafundme e ka kthyer procesin gjyqësor në Hag në padrejtësi të institucionalizuar. Sipas saj, ky proces e ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndëruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Ndërsa ish-këshilltari Thaçit Artan Berami këtë shtyrje e lidhi me datën e zgjedhjeve në Kosovë, duke ngritur edhe një herë pyetjen nëse kjo gjykatë është e drejtësisë ndërkombëtare apo e politikës. Në shkurt të këtij viti, 4 SHA UÇK dhanë fjalët përfundimtare në Hag, duke u deklaruar sërish të pafajshëm dhe duke thënë se akuzat ndaj tyre nuk janë provuar gjatë gjykimit. Por, një ditë pas shtyries së afateve, siç e kishin lajmëruar, veteranët e luftës dorëzuan në këtë gjykat 200.000 nënshkrimet peticionit në mbështetje të krerëve të ushtrisë çlirimtare. Ka qenë avokati i popullit në Kosovë, Naim Qelaj, që është drejtuar me letër përmes kanaleve diplomatike sekretarit të shtetit të SBA-ve Marco Rubio, departamentit të drejtësisë SBA-ve dhe shteteve financuese të dhomave të specializuara të Kosovës. Ai ka përcjellë raportin vlerësimi paraprak i dhomave të specializuara të Kosovës, duke ngritur kështu shqetësime serioze mbi bazën e gjetjeve të tij. Njëkohësisht letra u është përcjellë dhe ministrave të jashtëm të Zvicrës, Norvegji dhe Kanadas. Sipas njoftimit të avokatit popullit, raporti është shpërndar gjithashtu tek zyrtar të lartë ndërkombëtar, përfshirë presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, përfaqësuesen e lartë Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Kaja Kallas, presidenten e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, si edhe drejtues të Këshillit të Evropës. Në letër, avokati i popullit shpreh shqetësime për garantimin e një gjykimi të drejtë në procedurat e dhomave të specializuara, duke ju referuar kështu gjetjeve të organizatës Bar Human Rights Committee of England and Wales. Nga kjo e martë, fillon regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Ka qenë zëdhënësi i KQZ Valmir Elezi, që ka theksuar se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen deri me datë 17 maj. Ndërkohë edhe figurat ndryshme politike në Kosovë që pritet bëhen pjesë e garës i kanë bërë kështu thirrje diasporës që të regjistrohet për këto votime të tretat në radhë brenda 16 muajve. Nga kjo e mërkur, fillon regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi thekson se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen deri më 17 maj. Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës do të mbahen më 7 qershor, ndërsa votimi në përfaqësi diplomatike organizohet më 6 qershor. Regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës do të fillojë nga dita e sotme 6 maj dhe do të përfundojë më 17 maj. Pra gjatë kësaj periudhe 12 ditore, të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për të regjistruar si votuesi jashtë Kosovës për të votuar qoftë fizikisht në ndonjëherë nga përfaqësi diplomatike apo për të votuar përmes postës. Përveç këtij procesi, Elezi ka njoftuar se nga sot votuesit kanë 12 ditë kohë për të ndëruar qendrën e tyre të votimit. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme 6 maj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mundësoj ndërrimin e qendrës së votimit për votuesit brenda një komune të caktuar. Pra, gjatë kësaj periudhe nga data
6 maj deri më datë 17 maj për 12 ditë me radhë, të gjithë votuesit mund të konfirmojnë së pari pra adresën e tyre se ku janë të caktuar të votojnë më 7 qershor, por nëse duan, pra është në vullnetin e tyre që ta ndryshojnë atë brenda komunës përkatëse ku ata janë caktuar si votues. Zëdhënësi KQZ thekson se votuesit mund të konfirmojnë ose kundërshtojnë listën votuese duke dërguar ankesa në KQZ për pasaktësitë që vënë re. Nga data 1 maj deri më 7 maj, subjektet politike kanë kohë që të njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje apo jo në procesin zgjedhor, apo të bëjnë deklarimin nëse do të garojnë si pjesë në një koalicioni. Gjithmonë me kënaqësi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, analistin dhe njohësin shumë të mirë të zhvillimeve rajonale Adri Nurellari. Mirë se erdhe Adri, faleminderit për kohën. Përshëndetje, mirë se gjitha. Po, ju lexoja në fakt sot në një qëndrim tuaj në rrjetet sociale ku e nisnit qëndrimin për këtë vendim të dhomave specializuara për ta shtyrë verdiktin përfundimtar të togave të zeza për 4-shen e UÇK, duke thënë drejtësia e vonuar është drejtësi e munguar. Si e lexoni ju këtë veprim të fundit nga Haga? Që të tashmangin procesin nga zgjedhjet e reja, pra duket që edhe kemi parë disa herë tash me keqardhje që kjo gjykatë funksionon me metode të theksuara, me elemente të theksuara politik, kujdeset shumë për elemente të komunikimit, të PR-it, të makinacioneve, manipulimit të opinionit publik. Dhe ky është rasti më tipik, do të thënë sepse ky është një proces i tej zgjatur tashme, dhe një nga parimet thelbësore të drejtësisë është që ajo të marrë formë, të marrë jetë edhe të zbatohet në një afat të arsyeshëm. Dhe këtu kujtoj që gjykatat e themeluara nga Këshilli i Sigurimit për krimin e ish Jugosllavi e kam pasur një proces mesatarisht diku te 26 muaj. Po. Ne jemi duke folur tashmë për vitin e 6. Dhe ata janë në paraburgim dhe faktikisht janë në dënim pa vendim. Pra çdo ditë që kalon është e parësyeshme. Në qëndrimin e pra zyrtar të dhomave të specializuar të Kosovës thuaj se kjo shtyrje, kërkesa edhe për 60 ditë kohë që nuk e di nëse lejojnë procedurat shtyhen edhe më tej për tej 60 ditë që duke marrë parasysh që llogaritet fundi korrikut, ndoshta fillojnë pushimet në ngushtë, ndoshta diçka vjen nga shtatori, nuk e di si janë procedurat, po në qëndrimin e tyre thuaj se vinte kjo shtyrje për shkak të kompleksitetit të rastit. Në fakt, ky proces ka qenë mjaft kompleks, po lexoja vetëm një nga faktet, shifrat interesante që në gjithë këtë proces që ka zgjatur kaq shumë, janë regjistruar rreth 20.000, ndoshta më tepër faqe transkript të këtij procesi dhe ka dhe shumë elemente të tjerë që paktën nga ata që e njohin mirë procesin thonë se janë prova që janë të fabrikuara, që vijnë nga Serbia. Pse e ka cilësuar Haga kështu një rast kaq të komplikuar këtë me krerët e ushtrisë çlirimtare? Shiko, e para njerë ata justifikojnë zvarritjen dhe zgjatjen e qëndrimit tyre në punë, për ndryshe do duhet të freskojnë CV-t e të kërkojnë vende të reja pune, në qoftë se do zbatoni standardet minimale evropiane të proceseve gjyqësore, se ky proces zëzuej kur të ishte bërë, faktikisht nisi shumë kohë më para, me raportin e Dick Martit, i cili fillimisht e mori hapin e parë me deputetin e Dumës ruse Kozaçev në 2000 funksionoi dhe mandej për të kujtuar pak kronologjin. U krijua task forca me në krye prokurorin amerikan Cliff Williamson, por me bekimin e Bashkimit Evropian për të shqyrtuar pretendimet e Këshillit të Evropës, të
atij raporti dhe gjykata u propozua gjykata, u pa që pretendimin për trafiku organe ran, u miratua gjykata 2015. Pastaj që në procesi mund nisi me një herë, ne pam që liderët e UÇK-s u arrestuan edhe u mbajtën para burgim në 45 nëntor të 2020-s, dhe pavarësisht se u pretendua që kishte prova mjaftueshëm, procesi nisi 2023 në prill. Domethënë, është aq e zvaritur, aq e zgjatur, është një torturë e vërtet, e pa imagjinueshme, një lloj instrumenti shantazhi dhe poshtërimi që i bëhet Kosovës, aq më tepër duke ditur që UÇK-ja nuk ka qenë e trajtuar, veprimtaria e saj ka qenë shqyrtuar, hetuar edhe gjykuar nga gjykata të tjera. Domethënë ka qenë subjekte, kemi pasur edhe komandanci Limaj edhe Haradinaj, të cilët e kanë ndjekur një proces të akuzën e njëjtë. Nga një gjykatë edhe më të rëndësishme se kjo hibridja tek që kemi ne, sepse janë çështje të trajtuara nga Tribunali për krimet e Jugosllavisë, të themeluar nga Kombet e Bashkuara dhe strukturimit. Mandej të njëjtat çështje, të njëjtat tema, të njëjtat ngjarje, me të njëjtat faktikisht të njëjtat prokurorë, një gjykatës në shumë listë në rasteve i ka trajtuar unë miku, pra institucionet e protektoratit të OKB-s. E njëjta gjë është pastaj me Uleksin, i cili deri në 2018 ka pasur elemente ekzekutive. Pra UÇK-ja dhe kështu shtojmë pastaj edhe gjykatat vendore, sepse edhe gjykatat vendore kanë dënuar, kanë disa raste sporadike të UÇK-s për kësaj trajtime. Dhe por ka jashtëtuar këto ngjarje, këto zhvillime. Pra UÇK-ja është një ndër guerilat më të hetuara, më të gjykuara dhe të thuhet që është rast kompleks. Dhe të thuhet që kur thuash nuk po zbulohet, po shpiket një rrot. Ndërkohë që këto janë çështje të trajtuara, të sqaruara pafund herë, madje shpesh nga të njëjtit njerëz, sepse një pjesë e mirë e stafit ndoshta specializuar ka Kosovë me UNMIK edhe me Uleks. Duhet thjesht një institucion i dalë prej dursh, sepse i mungon edhe kontrolli dhe transparenca e Parlamentit të Kosovës që ka krijuar, por edhe Parlamenti Evropian si bazë i legitimitetit të Bashkimit Evropian që financon. Pra duket tamam si një lëvizje dhe qasje autonome e njerëzve që paguhen mirë, ka status diplomatik edhe di që ka shumë pak karrierë pastaj kur të mbarojë ky projekt. Mua natyrshëm më lind pyetja, duke qenë se kemi këtë diskutimin e tashmë prej 2 vitesh të zgjedhjeve në Kosovë dhe kishte një, po themi, diskutim mbi ndikimin që do të kishte ky vendim në zgjedhjet e 7 qershorit. Ti e njeh shumë mirë edhe mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet në Kosovë, edhe ndikimin e një vendimi të tillë mbi votuesit nëse do të merrej brenda datës 19 maj. Qëndrojmë tek skenari i një arsyetimi të thellë bazuar mbi gjithë këto fakte që ne dim. Ka gjasa që kjo shtyrje e vendimit lidhej edhe me ndikimin politik zotit Thaçi nëse do të kishim një vendim më 19 maj? Absolutisht, më edhe thash që fillim që vendimi i gjykatës për ta zvaritur edhe për ta shtyrë duke futur kalendat greke me pretendime qesharake, është një manovre e pastër politike. Liderëve të UÇK-s nuk i takon gjë tjetër përveç se liria dhe një kërkim falje për poshtërimin edhe në përkëmbjen e drejtave të tyre, dhe padyshim që ata do të ktheheshin triumfator me një shpirt të madh entuziazmi në Kosovë dhe mund të kishin ndikim edhe në rrjedhën politike, sepse nëse ka ndodhur një gjë me këtë sakrificë tyre, mes shumë mundimeve edhe vuajtjeve, është që janë rrëzuar njëre një gjitha pretendimet e ulta të rivalëve politik, të cilët për të fituar për qasjet edhe për interesa të ngushtë elektoral kanë thënë më ngjyra për qopra shqiptare që kanë Veselin, dhe ato tëra kanë rënë, sepse si po shohim që paçka se u pretendua se ka prova të reja dhe ka qartë të ri
për përgjegjësitë e tyre personale, kur u bë pretenca, maskat ranë, gjithë ky teatr u bë i qartë, u hap syfari dhe u pa qartësi që akuza ishte sipërmarrje përbashkët kriminale. Dhe ata akuzoheshin në mënyrë kolektive për luftën çlirimtare të Kosovës. Pra asnjë përfshirje personale pa çka, se rivalët politik kanë thënë 1001 të zeza duke dashur që t'ja ulin peshën morale elektorale në garë politike. E tani ajo peshë është rikthyer fuqishëm, sepse edhe kjo gjykatë tendencioze dhe e politizuar dhe agresive nuk ka dalë që me pretencë për ndonjë përfshirje personale në raste të pashluftës, siç ka pretenduar rivalët politik. Dhe gjithë akuza u reduktua në një akuzë që ka pasur edhe Ramush Haradinaj edhe Fatmir Limaj për sipërmarrje të përbashkët kriminale, që është fyese për çdo kosovar, pavarësisht parti politike, se është fyese që të thuhet dhe ulët që ky popull duke dashur të mbijetojë nga gjenocidi dhe u desh të merrte armë pasi përzojshëm të paqësor, i mori armët për të mbijetuar për liri dhe për pavarësinë e vendit vet, e ta quash sipërmarrje përbashkët kriminale. Në aspekt ju keni të drejtë që e theksoni që gjykata ka bërë manovra këtu. Elektorati kemi parë herët e kaluara që si nga një anë që ditë që bënte pretencën lironte disa prej kolegëve tanë e kështu me radhë, kështu që është ka tamam tendencioze. Adrit, falenderoj shumë për kohën, është gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi ime. Përshëndes. Ne kemi mbërritur kështu në fund të Ballkan Update për ditën e sotme. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abc-news.al, ku mund të njiheni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ne, pas pa kolegu nërtën prifti me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.